Jemi gati të presim të ftuarit tanë special. Futi po le të rrinë aty. Niku, mbytet ja ti vlla. Duana mjaft. Sa e dëgjuar është. Faleminderit Duana që na i bën gjitha ëndat e realitetit. E ku do ishim pak të vajzë? Përshëndetje të nderuar dhe mirë se vini në Menderjush. Sot do flasim për filmat shqiptar, do bëhemi nostalgjik, do kritikojmë, do komplimentojmë, do kemi të ftuar nga bota e filmit, Leo DiCaprio, Ndriçim Xhepa, Mariana Kondi. Të gjithë nga pak. Me Glit, pëlqen filmat shqiptar ty? Më pëlqen, jam shumë e mërzitur se kur të vi Leonardo DiCaprio unë i kam bërë 25 plus dhe i bie që s'do më marrë me vete të më heqin nga këtu. S'ka do të lëm ndonjë nga këta fëmijët e tjerë. Ata të skandale. Le të merret me ata. E po, e pe që doli në Oscar dhe tha që unë vdes për filmat shqiptar. Tha edhe pa atë treni 27 pa 5, karriera ime nuk do kishte qenë e njëjta. Se pe, tha, mori atë mikrofonin, tha, unë e di që nuk fitova, tha, po pa atë nuk do ishte bërë Titaniku e gjitha këto. Jo s'të pashe, pas kam humbur gjithë këtë super fjalime. E po do ketë patur babain shqiptar, ai se baballarët i lën këto filmat shqiptar. Është e çuditshme domethënë si i baba shqiptar mund të shikojë një film shqiptar për 200 herë. Po sa ajo është e bukur, duhet ta dish përmendsh, se e kap në befasi, e thu ti para aktorit batutën, edhe e kap thu, e thash unë. Babi ime për gjithkohës fle dhe e vendos atë pultin këtu. Edhe thjesht flet në një kohë me ata që llove se ka lama, man, është shumë krenar me atë që di çdo kështu. Domethënë kjo është gjëja e babit tim, thjesht të vjen e thotë, mirë. Me për fjali këtë duash, ta që i tani, ti mund t'esh në banjë atje. Po i ka bërë, me për këtë fjali duash, që i për të vështirë. Me për qa fjali e duash. Hajmë thë një fjali që e thotë shpesh. Do ta bëjmë këtë kuicin. A bësh? Po, i matë me pjesë për kështu kuicë, prandaj. Kuicë filmi? Po, betojmë nga që është kamionist edhe me kështu pjesë e rëtësheje. Babim kamionist është. Edhe babi jot shikon... Kuicët janë, babim ka qenë të shikoj filma aksion, sa më zhurmë të ketë, aq më shumë e zgjumi. Shikon filma shqiptar? Mami i shikon më shumë, babi t'i pëlqen kështu aksion edhe i kujton veten në rini, duket vetja si Bruce Willis. Aksion edhe porno. Unë pra të vendos të flisin sot. Ore shikojnë baballarë shqiptar shikojnë porno tani, më mirë kur shikojnë filma shqiptar. Edhe babi jo mendoj. Babi me Glit e dim. Edhe jo, dhe mos bëj kështu tani. Dhe aq dini po është sigurt që shikon. Ishte më mirë me filmat shqiptar. Se shikoj e hiq telefonin shumë shpejt ndonjëherë. Talluni. Nga lëndë të kamioni. Dikur vendos të jo po kështu, jo të vëshë, ajo tani është thjesht kështu, thjesht e le gjithmonë kështu. Ti mendon se babi po trafton, thjesht babi po eksploron. Babi po eksploron me dorën e tij më të fortë. Babi Do ta presim të gjithë sepse po mendoj baballar na falni. Unë do bëjmë një quiz, do të bëj një quiz të shpejtë, do të lëm quizet ne vetë për të ftuarit tan. Tani do testoj sa i njëjti filmat shqiptar. Unë do them fjalin. Ti do gjesh filmin. Pafshi në ëndër gjell pasanikësh. Shumë e lehtë. Çuna e dini ju? Pafshi në ëndër gjell pasanikësh. Lulkuqe mbi mure, vazhdojmë. Oh. Jo. Po mo. Jo. Po kush mo? E gabim. Ore jeni budallënje? Stafi jam budallë. Pafshi në ëndër gjell pasanikësh? Po. Se çdo lulkuqe më bë. Nëse do të vazhdojmë, jam i sigurt që është atje. Nëse Denisi është më zgjuar se i ka përgjigjet përpara. Po jo më një budalla që ka bërë një blog i ka bërë këto, e ke vërtet i ka marrë. Po unë i di vetë kush e ka bërë. Jam shumë i Ky është Flori e shkuar Floririt, or Tunxh. U dashko. O tani, ca çik më kështu, këto. Sa ashtu ngulet gozhda more karafil? Orlandi kërkon një motor. Orlandi kërkon një gozhdë. Orlandi pa gjës është. Shoku i Tili. Shoku i Tili kërkon një motor. Një step sister. Është Lady Oga. E tham që ta përmendim prapë. Jam shumë e lumtur që jam ulë këtu kështu Lady Oga. Po. Midhja, mbretëresha e qytetit tonë. Dyrmat.
Po jo ti mo, ore Marcel. Po të paktën thuje me zë tule ta dëgjoj unë dhe ta them. Do të bëj edhe dy edhe do vazhdoj me diskutimin se qartazi. Shumë të vështirë tani, unë nuk i mbaj mend. Okej, spionin e vrau Milua. Kjo është shumë e vështirë për ty. Varja, ilegalet. Pulave u ka hirë, kakarisin vetëm kotec, e fundit. Mos. Jo. Kapetani. Kapetani, okay. Po pse s'më bëre në mos njëri tjetri çupkën do të ma marr. Në një më Zoja ka qenë shumë e lehtë. Ose të thoje gjë të qeshur në karakteristike. Koçi do thoja unë nga zonja e qytetit. Aha, tjetër? Ka parë vetëm Zoja nga qyteti, e kupton jo? Vetë ke parë vetëm atë film? Jo. Mirë, ai është nga më të bukurit fort. Krisma nuk ka patur, gjëra që mbahen mend. Lulkuqe mbi mure. Po, ajo bejotja. Hapshin ëndër gjë pasanikës që është nga lulkuqe mbi mure. E më i mbam këto filmat, i bëni këta. Ja. Dikur me këto temat, kështu që s'na punon kemi marrë lavatriçe të re, edhe vinte gjithë fisi, edhe vinë po i vendosnin gjëra. Çfarë do bënin të shkretët, po, ato lavatriçet me kështu që ishin ato. Me i kazan gjigant. Lavatriçet ishin graqe lani. Dhe mos e s'kishte hagen atë. Nga Electromagic. Ende. Do kështë shpëtuar. Vërtet. Lumne. Po të kishin hagen do menin jo fis, po të gjithë, edhe nga në qytet tjetër që do vinë. Do bënin event. Event. Po janë të bukur, edhe unë i kam qef kështu. Ma ka kaluar atë sëmundjen i madh. Edhe unë jam kështu i gjej, le atje televizorin. Të bukur. A e vë dhe ti putin nga? Edhe unë e veç më poshtë. Se të kam edhe afër. Ne gocat kemi disa ditë të caktuara që kemi shumë emocione që duhet të nxjerrin jashtë. Unë dua të qaj një ditë caktuar. Dhe e di filmin perfekt, dua të shikoj këtë filmin që të qaj. Dhe e vendos dhe ndjej një larmishmëri emocione. Zonja nga qyteti. Sa del koçi, domethënë, do me breshëri filloj që të thej. Po, filmi krijon gjendje, krijon. Po, dhe shumë gjë bukur. Do të hash në një gjë, në një kokosh. Kish në një gotë. Jo, është të mirë sa kjo të vena, por mirë është edhe në shtëpi. Sa ndoshta duhet të shikosh filmin edhe pastaj duhet dalësh edhe të shkosh te vena. Ose të shkosh te vena për një date fantastik. Edhe me atë atmosferën e venës edhe verën e mirë, shkon në shtëpi edhe thon për një film. Deri te vena më kishte tani. Pastaj zonjën nga qyteti nuk e di se do ta shikojnë. Jo, më pëlqen me vërtet. Pavarëse disa nga ata janë që kështu skematike dhe unë e di ku e urreja ku e kuptoja që do vdiste dikush. Se janë ca filma që kupton që në minutën e 4 kështu. Për shembull është një misioni për te datit, edhe përcjell ajo nëna këtë çunin në mision do ikin greqikta, edhe është ai plani ja 4 minutat e ajo që e shikon kështu edhe ai një moment që kthehet kështu e ti thon e vrasin. Mund ta kuptosh drejt e rri, ai i bëhet zoom atje era që i merr flokët edhe okay ky është heroi pra. Dhe di kush është i keqi, kush do vdesi. Edhe tani nuk është ndryshe. Në kokë kështu para prin. Për shembull kur shkoj filmat e Drilonit sa thot ai, "U vlla, ka vetëm dy lloje njerëz." Them, "Okej, Driloni nuk e vrasin. Maksimumi e plagosin e i natosin më shumë, po vetëm se vetë." Ka vetëm dy lloje njerëzish, mbretërit Më thuaj dhe presidentët. Ti këtë do të thuash që jam. Okej, shiko se dolem të shprehjet prap. Për shembull filmat tani shqiptar nuk lën shprehje. Përveç Drilonit. Vërtet. Është i vetmi film që, domethënë filmat e fundit që kanë lënë janë këta të Arjan Çuliçit më. Yp Xhixhi këto me ceken. Pas aty Paravingo Xhaxhi, Rushi Zi, Rushi Bardh, Rushi Cenit. Kush Rushi Zi, Rushi Bardh? Jo, Rushi Cenit. Kaloj Tirana TV. A është Rushi Cenit apo është Strada? Qafsha Mishek. Eci. Ato ishin të mera. Qafsha Mishek dhe le ploncin var nga këto tironcizme. Ai bën kështu mix, ka gjë. Pa, e shpreja ka ngelur, bravo Drilon. Shapo Drilon. Kush i dhe ka në shpreje? Se dhe turit i tha ma të haje, po i bëjmë qefin se kishtë tuar. Që marë haje. Shprejti është pak e vështirë, s'ka kështu. Mund të ketë skena që të ngeli në mendje, po shpreje nuk ka. Qa skenet nga ngeli? Ka ngeli në mendje Elvana Gjata në skena të ndryshme. Si da pjesë? Asgjë, thjesht kur del Elvana nuk e dëgjoj me audio, thjesht të shoh imazh. Nuk jam më mirë se një mashkull. Në fakt po. Ti e goxha e ndezur. Dhe shpresoj mos të pikemi deri në fund. Po ku mendoj që dojnë ta filmat sot, domethënë në krahasim me ata të shkuarit, që nuk lënë dot këtë gjurmën që kanë lënë ata.
Po se mendoj që skripti është shumë i thjeshtë, për shembull. Tani thjesht duan histori dashurie të pamundura, që ti e di që do ta marrë atë vajzën në fund dhe nuk ndodh asgjë. Pra është një boshllik në mes, që ti e sheh, këto të dy duan, ka një boshllik, në fund do përfundojnë, po ky mesi është komplet i parëndësishëm. Mirë e ke në fakt. Si ka i filmi? Janë personazhe shumë 2D, pra nuk kalojnë dot në tridimensionale që të t'japin atë. Dhe dialogu është shumë i varfër. Është shumë i sikletshëm madje. Edhe nga që nga që unë jam mësuar që shikoj filma më shumë anglisht dhe është, po si ja kalove sot? Po ja shkova këtu edhe eci në një rrugë, edhe dëgjohet një kështu një heshtje shumë e sikletshme. Po si ne te episodi për Big Brotherin, episodi i shkuar. Po mendoj që është gjithë ideja se është mungesë identiteti, pra, se ata të pak në kohën e komunizmit e dinin çfarë do flasim. Domethënë ti ishte historia, është kjo familja, po merret me këtë do shkojnë nga aja të bëja siç është një skenar, po ama e paraqesin të gjitha të jetën si ishte. Ku diun, korrin grurin, bëjnë këto, tallona. Kurse tani duket sikur ti e shikon këtë filmin, po s'kupton si është jetesa në Tiranë, si është jetesa në Shqipëri. Janë ose kështu, ky merret me mall, ky vret, po duan e njërin. Çfarë kupton për shkakun nga jeta në Tiranë kur shikon këto filmat? Se di ti ke serialin që bëm në të snobet, për shembull, ishte djalë çun oligarku, unë kisha babin ndërtues, edhe të gjithë ishin pa punë në film. Se ishin fëmijët e dikujt që kishte pozitë dhe lek. Për shembull mendoj që ai është një skenar i zgjuar. Shumë. Seriali më i bukur që s'bën ndonjëherë. Jo, vërtet, mendoj që ishin personazhet e vizatuar, se unë pak e kam parë. Personazhet janë të mirë vizatuar dhe karakterët janë ndërtuar shumë mirë. Problemi është që njerëzit nuk është se kanë gjetur veten në serial. Ka të pasurit. Po. Pra, kjo është mungesa tani. Se dhe ai që është i pasur nuk mendoj që ka hyrë të shikoj snobin, e kupton? Ose që duhet seriali që të rinë në shtëpi dhe ta shohë. Se meshkujt që kanë lek në Shqipëri kanë aktivitete shumë të mëdha. Po han vezë. Han vezë. Keni parë që lacat vetëm han vezë tani? Lacat mbanin me kuajce dhëmbësh, ishin kështu, tani janë me mikra të rregulluara, e ke aty në blok kanë gjithë vezë. Kështu ose Benedikt, ose Surbu. Po se kanë të dashura influencer dhe ja porosisin pjatën që t'i bëjnë foto dinner with babe dhe janë dhe shumë të kuruar. Tani nuk më qifen më. Pra nuk pina sigare, pin nga këto. Nese, po tani kemë për filma edhe këta. A di që japin lek këta tipat që marrin pjesë në filma? Meshkut? Këta lacat. Jo, nuk e di. Ka kështu karburant edhe do dalin film. Se di me vërtet? Jo. Po prandaj se s'marrin më aktor, pra janë këta ose këto influencerat. Po se i shesin filmin, për shembull, ato bëjnë një llogari, thotë të marr këtë aktoren që ka bërë shkollën, ka investuar, e ka me qev dhe bëri audicionin dhe është shumë e zonja dhe mua më pëlqeu, apo të marrë këtë që ka 1 milion followers në Instagram edhe e njohin, edhe kur t'ja vendos emrin te posteri dhe ajo të postoj kështu video gjatë setit, njerëzit do të thonë, "Ua, po kjo ka filluar të bëj film?" Shumica do e shajnë, po prapë do shkojnë ta shohin. Edhe do shitet thua ti. Shko, ai Ermali e nisi këtë lojë. Domethënë, Elvana është aktore, ëh? Po. Pavarësisht, po me këto Encën, me këto çfarë bëri aty? Mori Edi Ramën, okay, ai goditi dhe ishte i pari që bëri atë. Po pastaj u bë kështu si mod, pra. Edhe tani marrin këto, ato s'din të aktorojnë qarta azi. Shumica janë të bërra, s'kan plastik, janë kështu. Imagjino ajo që thotë, unë jam thjesht studente e varfër. Si do ta bëjmë Arben? Çfarë Denis jam shumë e rrezitur në kundë. Po nuk lidhesh dot në ato momente me atë. Se ti e shikon që ka bërë solare, ka atë rutinën e fytyrës 2000 euro. Edhe ajo që thotë, si do t'ja bëjmë Arben fëmijët janë shumë keq. Skriptin po lexon poshtë. Po nuk e di, su japin mundësi aktorëve. Ndoshta s'ka, po duhet ketë. Dyshoj të jenë vetëm këto. Po është thjesht kjo çështja e shitjes. Ose marrin vetëm këta aktorët e vjetër i lodhën ata Myrzafer Ziflin. Bujara Seriu që është kudo. Domethënë unë e shikoj po është Bujari, nuk e shikoj si film. Ato po shka edhe për filmin e Turit, që ke Bujari dhe jo. Bujari është çfarë do të them unë atë. Ka bën të njëjtin rol kudo edhe Bujari. Jo se është aktor i keq. Aktorët e vjetër janë akoma që po e mbajnë skenën gjallë, se të gjithë njerëzit unë shikoj. Kush? Dhe mami im thotë, do ta shikojmë këtë film, thotë se është për shembull Mariana Kondi. Atë filmin falli, mami im vetëm për atë shkoi, u kënaq. Zebërvogit. Po. U kënaq mami im, u dëgjonte e qeshmja deri në fund kinemas. Kam parë shumë atë shitur. Po, tha ajo i jep lezet. Këto të tjerat mami im si njeh as influencer, as model, as asgjë. Sa shef një emër të vjetër, të dikim ta shohim se është filane. Po mirë, edhe unë jam ashtu. Për shembull kur morën ndriçimin, ku e morën këta te ajo? Si kishte ai filmi që bën këta të topit më? Me Luizin. Me Luizin e kësaj filmi? Si kishte
Me Luizin është hashtag, jo? Në emër të dashurisë. Bravo, në emër në kuadër të dashurisë. Oh? E ma nga kuadër lojës, Coloreto i çmendur, çka ke menduar. E shkuati për 15 dita të s'kishe faj. Ja për shembull ata më kur pash ishte ndryshim xhepa, unë isha, jo, dua ta shikoja me patjetër. Se e dua, aq që unë jam i fiksuar pas flutura nga binën time, më pëlqen shumë. Edhe kur e pash atje çimin ishte Kërkon të fluturën çim po që i humbi pra. E kishin marrë nga italianët sa gjëra kështu. Po nëse do t'i badmouthim më vonë këta filmat kur të vinë ata, kur të vi Luana bashkë me Nick Xhelilajn, se janë duke ardhur. Erdhën ata apo jo Melis? Futi po le të rrinë aty. Luana prit aty. Sa e dëgjuar është. Ajo femër shumë e dëgjuar. Se Niku nuk fletet, s'para flet. Niku fletet në turqisht, flet vetëm me mustaqe. Po kanë bërë super film. Nuk e di, nesër ta shikoj. Niku t'i flasin mustaqet, pastaj flet Niku. Bravo. Tani, se tallemi ne. Po dhe kur bëjnë kështu nga këto filmat autor, këta nuk i shikon njeri. Kush është filmi i fundit autor shqiptar që ke parë ti? Që film për festival. Më thua një film të fundit që ka qenë konkurrent në Oscar që e ke parë. E ke parë? Se ke parë. To, Legjenda e Bastunit e pa njerëzit kur e bleu Top Channel që e dha atë të Jostin. Ishte kjo, një film që më ka pëlqyer shumë mua, po nuk e di a e gjejnë dot njerëzit, ishte konkurrenti jon për Oscar, po asgjë. Ishte një filxhan kafe dhe kpucë të reja veshur. Gentian Koçi, super film. Se ka parë asnjëri më. Unë edhe janë 3 tjerë. Gentiani e shoqe edhe. Super film. Nuk i shikon njeri pra. Ata në Kosovë më duket sikur kanë gjetur një kështu. Po. Që bëjnë filma shumë të mirë. Po se ata në Kosovë i kanë shumë fair edhe audicione, domethënë edhe Se po thot Marcel, çfarë është kjo? regjizori A, i Leka. ka ide shumë të qarta, po te Leku i rreth gjithmonë. Po në fakt për shembull kur filmat konkurrojnë për Oscar, edhe shteti cakton një buxhet. Kosova kishte janë 100.000 euro vetëm buxhetin e promos. Po. Ne nuk e di sa kishte 2.000. Po se këtu nuk ka buxhet për filma, prandaj ti e hap një film dhe filmi ngjan si një reklam më shumë se sa një film. 1.000 euro këtu është buxheti për të bërë filmin. Sot po e bëj emisionin me Marcelin, më shumë të madhe. Knaqja. Madje kur të vinë Niku me Luanën, ata le të do t'i lëm aty. Luana do ta ulte Marceli, Marceli do vi këtu. Super. Çfarë po thoya se ti ke qejf ta kosovarët? Gjithmonë. Jo, as ke qejf ata në Ersega po. Ersega është e para, pastaj është Kosova. Po thoja që në Shqipëri filmat nuk kanë buxhet dhe detyrohen marrin sponsora. Dhe tani në kinema shikon as film, shikon një reklam me aktor, domethënë reklam me metrazh të gjatë. Po, e vërtetë. Ermali e gjitha. futi edhe këtë gjën. Po për shembull Turi u tregua i kujdesshëm. Nuk ishte futur U sponsor. treguaj kujdesshëm e tha që as nuk fitoi. Po, në fakt Tani- nuk bën dot lek, po s'futet sponsora, po nuk se që Në Shqipëri ose është pasioni dhe bën një film dhe zhdukesh dhe nuk bën më, ose do bësh një film që të gjithë do ta shajnë dhe do thonë ky filmi s'kishin lënë reklam sponsor, del dyshi prapë është full, shkojnë në shohin. Jemi popull shumë i çuditshëm ne, sa Ore, shumë i shikojnë vërtet apo i fryn këto, se unë kam dëgjuar edhe që i fryn këto shifrat. Më thënë gjasme bëj 30.000 javën e parë. Gjoja. Mirë. Po, edhe mund t'i fryn, po për shembull Ermali, që Ermali nuk i fryn, Ermali ka bërë shumë lek nga gjithë. mori- E ky se bër vogël tani, më ka bërë namin. pallatin e E ëndrave. Kadareja. E di kush është Kadareja apo jo? ja. Këta qef kam ta trajtoj si bjonde kot më dhe e dua shumë. Ndërkohë ajo e di kush është Kadareja. Do ta presim. Ku e po, bëri, jo mos e prit. Ku e bëri Ermali Te Pallati filmin? Kongreseve. Kongreseve. Aty ku do bëjnë ca çuna një stand-up për 3 vjetoren. Sa të mirë janë, njëri, është më i miri. E po mirë tani. Panajoti, nëse po e sheh. Ana jo. Do ta presim këtë. Ai e mori pallatin e Po Panajotit merr mendjen. Gjuan ai drejt. edhe mbushi të gjithë, domethënë, si u desh kinemaja, do të thotë që ka njerëz, se as çdo shikosh më, ja nuk do shikosh atë, çfarë do shohësh? Po mos ke çashkon. Jo, unë mezi pres më të dalin këto filmat shqiptar. Kur doli njerëz dhe fate 2, mora gjithë familjen, shkuam atje tuf. Erdhe gjyshje, gjithë kështu. Edhe u zgënjyem. Seriali ka qenë fantastik. Skenari Rushdi Pulas, ndoshta më i mirë. Ai që ka shkuar edhe zonjën nga qyteti, që ti e ka shumë qejf. Të preferuarën. Po ai e ka bërë edhe atë. Është ndoshta ai nga skenaristët më të mirë shqiptar. Po dyshi ishte
Prapa je kështë shkruar shumë i vjetër tani. Nuk po i punon më si Ishte dikur. kështu, shia këta me drogë tani. Ishte bërë kështu. Qa thotë Marcelo? Qa thotë? Thotë ka shkruar ai, po A ti është vemi mikrofina. ndikuar. Unë kam tërë këta hafer me me Marceli. Qa po më thoi për kinema kosovare zemër? Kinemaja kosovare është shumë e arrirë, mua më pëlqen shumë. Unë nga kosovarët kam parë kështu, shqiptarët e Kosovës, një short balkoni. Është kështu i gjithë i one shot, është fantastik. Mua thjesht më bezdis shumë fakti që në Kosovë bëhen shumë filma me vuajtje. Edhe ne këtu kështu ishim pra emigrimi, gjakmarrja, Po. oshko sa keq e trajton grekuat, po mos. Se unë nuk kuptoj, ne me vërtet si popull kemi vuajtur, dhe është shumë okej që ta shikojnë edhe bota. Edhe ky film i zgjoi tregon faktin që këto gratë punonin, bën ata ajvarin, se si ajvari është shumë i famshëm dhe shumë i mirë. Mirë. Tani do doja shumë. Ato specat apo jo që Po. bën. Tani unë mendoj që ata janë shumë të talentuar, do doja shumë të shikoja një serial, për shembull shqiptar, që thoya me zi pres, që të shkoj ta shikoj se ç'a do ndodhi, siç bëj për ato që shikojnë Netflix. Se mendoj që ka kualitet, do të ketë një dinamik, të kesh një lloj Si që ishim emocioni. kur doli seriali Ermalit, ai Hoti për shembull. Po. Që ishim çdo ditë duke folur, po ç'a po ndodh atje? Ai është super serial. Shpëtim! Mam ka këtë vetëm një skenë që Megi Pojani, domethënë kur zihet Ermali me Erblin Bajkon, edhe bën shpëtim! Ore unë vdes, më them ore kur do dalin në një gjë shqiptare ta shikoj, por nuk kam, nuk në përgjithësi nuk janë të mira. Edhe ne bëm ca me vuajti atëre, ajo live më ka pëlqyer mua se më kujtova tani. Çfarë me Otranton është i mbytet Nik Xhelilaj. Niku mbytet ti atje vlla. U mbyt. Është mbytur atje. U kënaqem duke folur për filmat. Madje aq u kënaqem sa harxova aq energji sa po më hahet tani. Po të ha? Për të e tani jam afër, mund të ha dhe unë me ty. Hajde, këto. Këtë. Shiko mos i kam bërë si trëndafila. Trëndafila për trëndafila. Për karafilat. Ashtu ngullet gozhda më karafil. Gjithë e hëngra? Këto nuk ishin nevojë për të bërë si karafila, po ishte një bonus. Po ti të gjitha hëngre? Ky është slogani i ri tonës. Po ti të gjitha hëngre? Merreni këtë idem. Sa e mirë, zotit në vërtet. Kalojme në vendin e gabuar. Sot do të flasim për filmat shqiptar. Por do të thoni ju si përfundova këtu. Komedia është një nga dhuratat që Greqia e lashti ka bërë botës, bashkë me pedofilin dhe mundje dakuriq. Komedia mund të paraqitet në trajta të ndryshme. Bëhet seks me seks korçar, ecën? Më shumë bëhet kur bëhet që ke mërzitshme që e bre tash. Ndonjëherë publiku i jep sugjerimet e tij. Unë gjithmonë kam dashur harmoni në familje, po për të mos bezdisur motrën, shkova vetë në Korçë. Këtu jam unë në Katedralja. Këtu jam unë në Kinedi. Këtu jam në Arku i Triumfit, me që Paris i vogël. E ku shkruhen në kartë fjalët e gjuhës së zjarrt? Kjo shprehje lazgush për Adecit i justifikon të gjitha komentet e flakta të publikut. Pas atij meditimi, vendosa të shijoj Korçën. Diskutova për Gazën edhe Ukrainën. Dhe përfundova në një ekspozit. Teksa admiroja veprat, më erdhi një ide. Përse të mos flas për filmat shqiptar me mikun dhe patriotin tim kolonjar, Nikolaj Piperi, i cili më shoqëroi në... Atere, sot, në seancën e radhës spirituale artistike, jam tu me mikun tim Denis, që erdhi papritur, po gjithmonë në mënyrë të paracaktuar nga dikush që nuk e dimë, që të më takonte se kishte kohë që po më kërkonte. Filmi Pyll e Liris. Më falni, ku ndodhet rruga për në Gradisht? Rruga për në Gradishtë, do të esni drejt, do të merrni majtas. Komisari i dritës. I vetëm erdhi, dritani shkabajve, por nuk ankohet kështu si na. Frika biri im, ajo lind me njeriun dhe vdes bashkë me të. Këtë nuk e di, por është performanca ime preferuar. Më Dakor? falni, mos kaloj gjë këtë një cjap? Një cjap.
Po, zilin ja dëgjova, po me sy nuk e pash. Pas seancës spirituale, kaluam në biseda gentlemenësh. Një vajzë gjatë më një ka qenë ajo gazetare që i e zuri sisë të ciljetës. Përshëndetin tonë dhe të bukurave signorina. U rikthyem përsëri në studio pasi ishim në vendin e gabuar. Këto vendet e gabuara kishte munguar javën e shkuar. Njerëzit më çuan mesazhe, kishin shkulur flokët, Morën protesta. telefon, edhe letra me plum, njëri një plum të balkonit, tha ku Njëri dogji veten dhe sheshi. Dua dua të jem në vendin e gabuar. Tani kalojmë në Friendly Fire. Pas ftesës për gjik, Kujtim Gjuzi merr ftesën për të shkuar në Iran. Pas Iranit, Kujtim Gjuzi merr ftesën për të shkuar në Mars. Pas Marsit, Kujtim Gjuzi merr ftesën për të pirë ilaç. A e pe intervistën e re të Kujtimit se unë e ndjek kështu tani. Tha më bën ftesë në Iran, po unë nuk shkoj atje tha. Unë marr pushkën bashkë me Donald Trumpin. Ishte pushka që i duhet Donald Trumpit. Në varet qa pushke. Tani, shqiptarja Drena Kusari emërohet zëvendës presidente e Microsoft. Por Monika Kryemadhi na tha që është zonja dhe jo zoti, ky është lajm. Varja asaj. Po dikush është e bukur që Monika ka kështu të përbashkët me Drenën, domethënë atë që ajo ka mbi emër, kjo e ka burr. Ishte shumë e thellë, shpresoj që dhe ju nga shtëpia keni ndjerë thellësinë. E mos e kse emrin Drena Kusari. Për ju që jeni budallën. Grida Duma e revoltuar ka thënë që ky popull e ka mendjen vetëm tek seksi. A mund ta ndërsh foto të Grida Dumës? A mund ta ndërsh prap? A më ta nxjerrësh dhe këtu ku jam unë? Po. A mund ta ndërsh kudo në rreth. Po pra problemi është që ky popull vetëm ka mendjen tek seksi, po s'është se qullin që andaj ka të frustruar. Po pra. A mund ta nxjerr prap Grida Duma? Vazhdojmë. Kjo është e preferuara jote. Ministrja Ibrahimaj është shprehur, nafta me 2000 lekë është normale. Nafta me 2000 lekë është normale. Nuk sa rrugë kaq poshtë, me shaka. Kur t'jem adult, dua të kem një punë stab, kem një jetë serioze. Vazhdojmë me të fundit. Kim Jong-u votohet nga 99.3% e popullit. Kryeministri Edi Rama pasi ka parë është shprehur. Shiko. Interesante. Më pëlqej kur e kthejnë se më ram. A mund ta kthem prap Grida Duma? Vendosa mbi Megdin këtu. Mbi mua gjithë ditën. Foton vendosë. Se po bëhet shumë thap. Edhe thot pastaj kanë mendjen e seksi. Mendjen. Kse të drejtë. Apo jo Marcel. Mirë pra tani kështu të eksituar si që jemi. Jemi gati të presim të ftuarit tanë special. Ja ku kthyen pas disa plumbave miqësor që u dham liderave botror dhe jo vetëm. Dhe tani do kalojmë tek pjesa e preferuar e Megdit, tek të ftuarit, se kemi disa sot. Siç e nisëm për filmat, sot kemi dy zotrinj, të cilët nesër do na sjellin një film të ri. Se po bëhen shumë, po ta shkojmë çka kanë bërë këta. Njëri është producent, njëri është regjisor. Olsa Bazi dhe Aldo Marku. Mirë se ju gjetëm. Mirë se na erdhe. Mirë se ju gjetëm. Mirë se erdhën. Faleminderit, unë doja vetëm ju, prandaj kam në Luanën edhe ato mbrapa. Ato do vinë pastaj. Luana mjaft. Nuk Qetësi. ka kokën e vet, nuk funksionon. Ka kokën e vet. Mirë, shiqyr zotit. Shqyqyr me mbat në dhona lëkure. Me lëkur, me gjona, me A të fërkojnë shalet me atë? gjithkohës. Sa qip. Ore, shiko, Po dush të jap. në fakt kam dashur gjithmonë të kemi Ore falë. bollu fërkova me të ftuarit, se bëre Po rrugë. mi ke ti tani. Po fërkohen pantallonët e mia. Se ashtu dhe në divan Nga që lëkure. nisa që me Edi Ogën edhe ai ma çoj kështu. Kur e nis me Edin, e diti. E diti ti as, është ai, ha Edi. Edi. Ne shkele përmendim çdo puntat. Ai dashuria I jonë. kalon vend vetes. Tani shiko, një filmi, Një filmi. ky është dyshja Një filmi apo apo një film? Polic për jetë.
Ky është vazhdimi i Policë për kokë. Do të thotë është sequel. Është në fillim ishin për kokë, Tani janë për jetë. tash janë për Te jetë. treshët janë për fare. Te treshit shohim. vdes Luana. Jeta funit. Tani shiko, Policë për jeta funit. filmi i bëhet vazhdimi për shembull si Hangover që shpërtheu, që ishte shumë i mirë. Edhe apo ku diun 2 gish mjalt, që ishte shumë i mirë edhe ju bë U bën 2. 3 gisht mjal pastaj. Po, domethënë 2 ishte grop. Po, si ka mundësi që ky është grop ishte i pari, Policë për kokë. Tani doni të bëni të mirë. Shikoj, i pari ishte të merrte, të thithte, të futi brenda. S'mund ta them. Jo? Ja them unë, s'ka problem. Shko, i këndshëm ishte. Ti do thua të ndërmend do them timen. U vdes për to Po, edhe unë. body cup, comedy, Por në fakt për çfarë ishte se ky Aldo ngeli të Bromance. fol, nuk po pushon një sekond më lodhi O, Aldo, kokën. lene të Shiko, është tipike këto nice guys ose other guys, po e ke parë që është me polica, Pa, apo është edhe pa, çik pa. fani. Kështu është amerikanizëm, nga këto gjë që njëri e ka patur babai një super polic, po vetë shkruaj çik si qofte. Me thënë Aldo ka mbledhur gjithë klishet e mundshme policore dhe i ka sjellë në Shqip. Okej. Nuk është keq. Shqipëria, mendoj unë, ka nevojë të hyjë në Evropë. Dhe nuk mund të hyjë në Evropë Shqipëria. Më mirë shkojmë në Amerikë direkt. Nuk ne shkojmë direkt në Amerikë. Çfarë keni bërë më mirë te ky i dyti? Përveç Shiko, veç Luanës që qartë. ne Më mirë Luanën. për mua është një nga realizimet më të mira në të gjitha aspektet e veta. Në të gjitha hallkat, qoftë në para prodhim ose pre-production që i themi ne, qoftë gjatë prodhimit, qoftë në pas prodhim. Dhe qëllimi i ynë është që njerëzit të hyjnë aty brenda dhe të dalin të argëtuar në një kuptim. I ke parë filmat e fundit që kanë dalë? Kohët e fundit? Po patjetër që po. Si do të krahasoja me këta? Se them ndoshta është më i miri. Po, Më i mirë se i turit. shiko, Turi kishte hedhur lek fort. po të themi që nuk ka të bëjë me lekun filmi. Vërtet? Sa Ka lek të bëjë keni me hedhur ju lekun. shumë? Ka të bëjë me lekun, po nuk ka të bëjë me lekun. Aty afër turit. Gjemi? I kemi qëndruar turit afër. Po më bën kurioz më Por vërtet. që- Nesër ne jemi po, te po. premiera, jemi të ftuar. Filmi kështu që- është, po, jeni të ftuar. Jo, filmi është i cilësia superiore dhe këtë gjën e them dhe kjo do mbetet tu dhe do Do ta presim këtë sigurisht. do shihet në kinema. Kur të shohësh figurën në kinema, atë i ekrani i madh atje, do e ndjesh që ti po shef një film. Pastaj gjithë elementet e tjerë janë në anglisht është meticulously të vendosur, qoftë aktorët, qoftë si me Nikun që kanë një marrëdhënie të ndërtuar tashmë dhe këtu janë akoma më mirë. Fakti që Luana është një personazh i ri që edhe ky si personazh dhe kjo si debutim do Kishte jetë luajtur një në një film, surprizë. Luana? Apo jo? Ky është debutimi i parë në kinema. Dhe do të jetë një surprizë, do jetë një surprizë. Po duke i bukur me fustan të kuq duke bërë Po karate. nuk po gjëra. çfarë tani e mora vesh se Është- kush fustani kisha aty në vend. Po shikoj cicat. Merrem. Unë jo. Ishte mbyll sy të Unë tjera jo, që unë jam ishte i martuar, nuk bëjnë ato. Më pëlqen shumë se kemi producent në studio, kemi një super regjisor. Tani super regjisor. Regjizori ka bërë punën e Regjisor vet. ka qenë Gjergjovani. A do është regjisor? Erdhi me motor. Jo, super regjisori ishte për pamje, jo nuk e Po, di është se si simpatia, është. Ose si mendon ti që është, domethënë, kryesori numër 1 i një filmi? Domethënë, Është regjisori apo producenti? Filmi është punë në skuadër, që do të thotë janë disa elementë që nuk bëjnë pa njëri tjetrin. Që do të thonë filmi mund të ketë një skenar shumë të mirë, por nëse nuk ka një regjisor të mirë, bie poshtë. Mund të ketë një regjisor të mirë, skenar të mirë, por nuk ka një producent që t'i çojë gjërat atje ku duhet dhe që të zgjidhet dhe gjithë kjo gjë. Mund të ketë një regjisor të mirë dhe një xhirim të mirë, por pastaj kur kalon në montazh, pjesa e montazhit dëmton atë që ti ke xhiruar. Duam s'duam ne, filmi është magji. Prandaj është shumë vështirë për të realizuar një film, sepse është të gjitha hallkat janë shumë vështirë. magjia në përgjithësi Vjen është keq që ta çoj bisedën serioze, po. Jo, po magjia në përgjithësi është e vështirë. Shiko. Ku shkoj? Pra, kush do të jeni monet nga veshi. Tani pyetja është për Aldon. Aldo, si ndihesh në roli? ndihesh? Kaq i rëndësishëm i Ka që regjisorit? si një regjisorit, Kaq i ka që rëndësishëm. rëndësishëm. Po bëj eko? Po bëj. Në prodhimet shqiptare trajtohet kështu si një gjë jo aq e nevojshme. Se i kam parë këto intervista të bëjnë kështu. Po çu regjisor jam vetë e boj, vetë jap lekët. Vetë marr lekët. Po Aldo? Në rregull, faleminderit Aldo. Shumë. Aldo, për Aldon është. A është Olsi gogoli ëndrave të tua me skena të kushtueshme? A ta lem Olsin të përgjigjet në vendin tënd? Faleminderit dash. Mjaft Sa i tani. sjellshëm. Aldo. Nuk jam marrën fjalën Aldos, më vjen keq, nuk
Ore. Vetëm fjalën do t'i marrim sot Aldës. Për momentin. S'kisha për dëni dha në film. Aldo apo ti? Aldo. Okej. A e sill me këm në tokë një regjisor kaq ambicioz si Aldo, që i thua, kjo skena kërkon shumë para. Se te parat kthehemi prapë Shiko, te gardushkat. një regjisor e mira është që të kërkoj maksimumin e vet. Të ushtroj trysni dhe presion mbi gjithë stafin, që të marri maksimumin e asaj që mund të marrë për të realizuar vizionin e vet që është shumë i rëndësishëm në fund ditës. Në Shqipëri, për fat të mirë, kemi një plejat të vogël, të ngushtë, sa një grusht Regjisor është mirë. regjizorësh të mirë që po ndërtojnë vetveten, po arrin të kuptojnë nga gabimet e tyre dhe po Me shikojnë jep janë dy emra përveç Aldos. se po është Aldo. Aldo është i parë normal në listë. Është Redi Treni, është Gjosni Rama. Gjoslin pëlqen shumë unë. Janë Papa Dimitri që janë në rrugën e tyre për të ndërtuar një emër dhe një kemi filluar të flasim për filmin në Shqipëri kohët e fundit. Okay? E drejtë. Ne kemi realizuar me Dalinën një serial që është seriali Snob, që ka qenë për mua, për te modestis, ka qenë hapi i parë i rëndësishëm për t'i bërë njerëzit të besojnë që këtu mund të bëhen kështu gjërash. Dhe për mua kjo është më e rëndësishme se çdo film, se çdo bisedë, a ishte ky film më mirë apo ky film më i keq. Sepse ajo që ne bëjmë sot do ketë ekon e vet mbas 4-5 vitesh, të cilat do kalojnë shumë shpejt. Unë lutem që filmi shqiptar. Gjëja që mua si një njeri që e kam me pasion këtë punë, më dhëmb është që më duhet që unë të kafshoj veten time për ditë në njerëz që kanë shumë vështirë ta besojnë këtë gjë dhe nuk i bëjmë me faj, absolutisht. Është sponsorat e kështu tani. Patjetër. Po shkoni më jepni lek për filmat. Jo, është e gabuar kjo, nuk mund të japin lek për filmat. Ato zhvillojnë këtë, domethënë janë një element shumë i rëndësishëm në zhvillimin e këtij pasioni. Shite. Deri diku. Shite. Thjesht të shikoj, t'u japin lek, po mos u detyrojnë kështu që t'i vënë atë kanaqen e kosit personazhit kryesor. Jo, deri diku e kanë kuptuar edhe kompanitë që është si një përgjegjësi sociale, shoqërore që ti të mbështesësh këtë iniciativë. Jo domosdoshmërisht, pse ai erdhi dhe vuri sallamin aty do presi që të shitet sallami, jo. Ai e di që po mbështet. Po është tona shitet. Amo Aldo, e se qa bëhet? Hajde. Olsi dhe Aldo, kjo pyetje... Aldo dhe Olsi. Aldo dhe Olsi, kjo pyetje është për të dy ju, do me thënë, nëse dikush e ka përgjigjen i parë mund ta thotë, është pa problem, po me kështë... Pulsanti këtu? Kush nga ju është më i vështirë për të punuar? Po, Olsi, Aldo herë tjetër. E shtypa unë në pulsanti. Se cili ka vështirësitë e veta, ka kufitë e vet, pa diskutim, dhe është shumë normale, është shumë njerëzore. Aq më shumë kur ke një projekt artistik që është sfidues. Sa ditë kanë dhënë xhirimet? Vetëm xhirimet. Vetëm xhirimet kanë qenë 26 ditë. Boll vallaj. Mi e lodhur Aldo, prandaj mi e bërë kështu i bardh. Prandaj ka i goja. Shqyqyr Zotit, kemi ndarë pak a shumë të njëjtën frekuencë jo pak a shumë, më shumë se sa pak. Do të thënë është Aldo më i vështirë për të punuar. Deri diku unë. Këtë mund të mirë. Këtë mund ta them edhe unë pak. Ti ke punuar me... Po. Ti ke qenë pjesë e asaj. Është Snobi. Snobi është seriali më i mirë që ekziston. Nuk e bën çdo kamera. Ore po nga kasti kush ta ka nxjerr buzën më shumë, se e kuptuam që ju të dy nuk jeni të vështirë. Po, sinqerisht, të lutem, më jep një. Amela. Ajo është kru, nuk është kast. Amela është... Ajo është motori mbrapa. Për të gjithë ju që nuk e dini, Amela është ekzekutivja. Me mira kam dëgjuar unë, në fakt. Edhe... Ka qenë një dorë shumë e fortë në këtë projekt. Në fakt, po flirtoj pak me Amel. Amela, çfarë do bësh më vonë? Sa Aldo do vazhdoj me Olsin? Vazhdoj punën me filmin. Me filmin prap? Ka premierën nesër. Pas premierës? Luanën dhe Amelën sot. Ore, për si aktor kush është më i mirë, Niku apo Olsi? Nolsi. Nolsi? Të dy luajnë në filmatur që ata apo? Olsi luan të filmat indian. Olsi është reper. Dhe janë puqur për festivale. Po bën freestyle Olsi, bravo. Shumë për fakt. Ora, le këta dy çunat, po Luanën si e bindet që të vinte? Kërkojnë kështu trajtim special ndërkohë?
Luana Shampanjë, në fakt, krudo. ajo që kam kuptuar është që Luana e ka patur një dëshirë që të jetë pjesë e një filmi dhe sigurisht që nuk mund të flas në emër të Luanës, po flas me atë që unë kam kuptuar, jo me atë që unë di, që ka pritur që të ketë të plotësohen kushtet artistike më së miri të mundshme, të tipit një skenar i mirë, një rol i gjetur, aktorët e mirë, skuadra e mirë, gjëja që të jetë premtuese dhe prandaj dhe besoj duke ditur që ajo është dhe ka qenë shumë e kujdesshme në projektet që ka bërë, shumë hard working si njeri. Po, kjo është vërtet. Është vërtet njeri që është gjendur aty projektit që në fillim, pra 2-3 javë përpara ka filluar që të mësoj koreografit, të mësoj të bëj punching, këto goditjet, të bëj kickbox, duke marrë leksione për ditë. Pra donte shampanjë çdo mëngjes para se të fillonte edhe këto trajtim special për ditë. Ëndra ishte aty dhe ne e bëm ëndrën në realitet. Bravo, faleminderit Luana që na i bën gjitha ëndrat e realitetit. E ku do ishin pak të vajzë? Mirë, tani që ta promovojmë çik filmin, do shikojmë një klip të shkurtër nga filmi Polic për jetë. Kam kuptuar gabimin edhe jam gati të vi të denonsoj personalisht se jam një kurrë e klasit të parë që ti të ndjen me shku të hedhin para të det e se kam ngrënë karë nga Durrësi në Tiranë. Nuk e dia ishte Polic për jetë ky. Diçka ishte. Ishte një film. Diçka ishte. Vdes me Kastro Çavushin. Jo sa ty, Niku. Ja që është me mustaqe mërzitet. Shko, me që nuk e kishim një pjesë nga Polic për jetë, a mund të bëjmë këtu në një Bëjmë një jetë për policë këtu. table reading? E bëjmë jetë. Aldo do bëj regjisorin, është shpirt? Aldo na thuj. Ti bëj Aldo bëm kat, pastaj. ti bëj adashin tënd, Unë po bëj Orsin. Gino. Gino. ti do bësh Max. Maxi po të ishte film shqiptar. Pa. Max. Max. Maksimumi Max. Gino dhe Max. Kurse unë jam Luna. Luna. E Luana sa keni vënë Luna? Luna. Shumë holli keni rënë. Është lart, është shumë lart. Atëherë Aldo na drejton ndërkohë. Ha, djem, më në fund më gjetet, a? Max, a thash, Qa? këtu do ishte. Nuk kishte nga e këte. Budallën! Kam qenë gjithkohës këtu në hundën tuaj. Ku e çove atë që të dam? E kam I dha- futur aty ku nuk ma nxet dielli. Gino. Aty? Max, kjo është për ty. Për mua? Po. Ti shkon atje ku nuk bie dielli. Unë nuk jam, unë jam dielli. E jam është vish, Max. Ashtu që ka ndërruar që në fillim të këtij filmi. Prit, Ti kafsh. prit. Nuk mund të shvesh pa kreu mustaqet e Merë mia. pak gjel për mustaqet. Faleminderit. Oh. Për mustaqet ishte xheli Luna, mblidhu. Kjo është. Kjo është skena Skenar tjetër. Është skena filmi. Jo, mos e dëgjoni Olli, kjo gjithë është skena filmi. Ah, faleminderit. E po, a do merrni e mua atë ai polic për fare të treshe? Po fare. Kështu është kur regjizori i pëlqen aq shumë sa nuk na tha kat për shembull. Kat! Pas donim. Ah, more Aldo, more mistre. Gjuaja e të faqes e vetëm e ka shumë qejf, është pervers. Regjisorët të gjithë janë pervers. Pa perversitet nuk prodhohet art. Dimitra Anagnosti. Ndjes pas. Ai është i preferuari në fakt. Mirë, tani do bëjmë një kështu ne IMDb. E bëjmë. Si është gjatë kjo se harrova unë? Është Okej. Si fari pa përgatitur sot, më do të priste të shkonte te Grida. A mund ta kemi prap gri? Atëherë IMDb-ja funksionon, domethënë që filmave u jepet një pikëzim nga 1-shi te 10-a. Nga 1-shi është më e keqja, deri te ke për kur shikon që është 6.9. Po. Kur je për shembull që ke pirë got verë te vena aty, edhe do të shkosh shikosh një film e shikon kush është më i miri. Do të fut në sherr me gjithë dynjan që kanë për filma. Alov Tropoja nga Ermal Mamaçi, nga 1-shi te 10-a. Shiko, unë jam i detyruar Njëri ti shpejtë, që mos ma bëj jo, këtë. më duhet të pikëzoj lart sepse janë iniciativa që duhen respektuar, pra 7. Në kuadër të dashurisë, Coloretto Cukali. Ai është një film që unë jam producent, kështu që Ti je producent atë? Po. Si me bythe bëhet atë. kështu që jo, me të gjithë gjymtyrët e bëm. E më doli si kështu. Me të gjithë gjymtyrët e bëm, në fund të ditës ti nis që të bësh një gjë argëtuese në një kuptim. Por rrugës ca gjëra mund edhe të rrshkasin dhe të ikin dhe është marrësh copza dhe ti i bashkon të gjitha bashkë pastaj për të parë një të tërë. Nuk është e thjeshtë. 7. A, mos ma bëj këtë tani. S'ma bëj këtë tani.
Pasaporta, Eduard Grishaj. Nuk e kam parë. As unë, fakt, po. E ke parë? Po. Sa pikë? 6. Loja e fundit, Bjordi Mezini. 6.5. Falli 2, Nur Kurbanxhi, që nga Korça dhe nga India bashkë. Nur është, shiko. Kurbanxhi nga Për Kurbanxhi. Falli 2, Falli 2 është Mariusi për vogël. mori një grua regjizore të huaj. Është grua Nuri. Është grua. Nur zemër. Nur, është bukuria. E di. Nuri thrasë unë kësaj. Por falli nga Mariusi steu rekord Ka bërë lek të madh. Pik. 7.5. Polic për kokë, Aldo Marku. 7.7. Ky është i parë deri tani, është 7.7. Po skuq Aldo. Po, pikët Sa më me të larta për mua deri tani merr pa ma thënë ti filmi Turit. Se kam këtu fare. Dashuria s'mjafton, Drilon Hoxha. Edhe po të lutem. Shiko, Kujdes. Driloni e ka nisur nga iç mos gjëja, ku njerëzit e etiketonin që çajin këto një dhe kam pritur tani në një gjë që ti e shef do të vjen era film. Ai Drejt. produksion ka era film. Pra, mendo, e di sa e vështirë është ti je one man show, ti je një njeri që bën edhe skenarin, po bën edhe producentin, po bën edhe aktorin, po bën edhe regjisorin. E kupton? Ndoshta nuk e kupton, po leo Jo, ta nuk e them kuptoj, që vetëm Driloni mund ta kuptoj. Duan një grup dhe realisht Jo, është vërtet. jo për të Sa përshëndet, asiste bën. po është shumë dhe të mbrishën pikën që të vendosësh një standard, që ky është filmi Drilonit, do. Ka vendosur, e ka pikturu Po, standardin. Driloni. Unë mendoj Leonardo, që që Driloni është shumë i aftë në manifestime. Si në manifestime. Këto pastaj janë këto veshjet ai që atëherë- xhupi këto, nuk Jo, po ka që bëjë atëherë thonë të manifestimin. thuaj që janë president, manifestonte dhe ka thënë tani ka Ti thënë. del bytha venit me bëu atë gjën që Në fakt bëu. ai nuk ka ndaluar që nga ai filmi. Pik Drilonit? 7. 7 kjo numër me fat. Kazerma, Turian Hyska, Jocelyn Rama. Po, Kazerma është 8.5 për sa Pëlqeu është dhe mua përdorur. shumë. Po sepse Ai që e bën dallaveraxhi i madh po. Filmi është sepse mirë. është përveç se është shumë temë zgjuar. Ja më kishte për Ledionin, për Big Brother. Jo, po ajo është një gjë që Turi unë e di ka dash prej shumë kohë që ka pas ide për ta bërë. E folëm në shkuar më. Biles ka qenë një bisedë që edhe me Edi Jogën e ka bërë sa herë, do ta bëjmë në vite. Kështu që nuk e di çka keni folur ju, po. Jo, po E po dhe ju të dy keni qenë Big Brother, ë? Ne po, Ku shkoi më shumë nga ju që eci? unë shkova shumë se dola më shpejt. 5 herë jo, Erion Bubullima. Po, Donaldi. Me Bor. Dhe ky ka qenë një film shumë i mirë. Edhe ky ka qenë një film Skenaristat i ka miq, po s'kishin dritur gjë. afër tetës të Po shumë. sa? Mund të thuash 7.9, po? Si në 7.95. Mua më pëlqeu shumë Bora te ky 7.95? filmi. Bora ishte më mirë se Donaldi. Po në Ishte Allah. shumë e mirë. Njerëz dhe fate 2, Dionis Papadimos. Nuk e kam parë dhe kam dëgjuar në fakt nga disa lloj vlerësimesh, por mendoj që është i realizuar deri diku. Ishin munduar, po ose ndoshta ajo nostalgjia edhe isha kështu prisja më shumë. Shiko, Nostalgjia is a bitch, me që po flasim anglisht. ajo është të hyn thellë në lëkurë dhe ti nuk e shbën dot më. E më prisja atë ndjesin. Pika dhe për njerëz dhe fate 2? Nuk e kam parë. Okej. 5.3 nga unë. Pik me hile ti. E mbyllëm edhe IMDB-n do... Me dëbën e Tiranës së Re. E Tiranës re, kështu ishte, jo? Mirë, që po mundoheni edhe ju. Dhe mua më bëhet shumë qefi që po Patjetër që po mundoni. Dhe sa më shumë të ketë kështu si Kazerma, si Driloni, si Mariusi, si ju. Nesër është... Mendoj që do Premiera. flasim mbas filmit. Po, unë e zi po pres të vi nesër. Do të dalë Pas foto aty, filmit. e zi po pres të dalë foto me Romir Zallë. Është Romir Zallë aty? Romiri, Zalla nuk është. Okej. Polici Megjithatë, për jetë. fjala e përshëndetje. Nga nesër e tutje në kinema. Olsi, E tutje. faleminderit shumë, ishte shumë i mirë. Faleminderit ju, edhe ju jeni shumë Me të gjithë të mirë. dhash verë në fillim, na e tani që të bëhemi tap. Ja, nuk jemi Ma rovon, prandaj nuk ta dhash. Aldo, edhe Aldo me agjurim? pa. Ishte. Po thjesht për respektojmë pjesën e pasagjerimit. Jo, Aldo nuk ka gjëron, Aldo është okay. Aldo je i madh vlla. Paqe. U knaq. U kënaqem shumë.
Shumë më kënaqem. Folëm për filmat, folëm me regjizora, me producenta, E kës folëm. me Luanën. Si u mbyllet e asaj. Po doni të tjera kështu nga këto mrekulli, duhet bëni subscribe në kanalin e Andale, në YouTube, Instagram, Facebook, MySpace, High Five, Twitter, Messenger, OnlyFans. TikTok. 7-8 tani. S'ka sens. S'ka vetëm vini ka OnlyFans. Në do të ndiqni atë. Shpresojmë shumë t'jeni kënaqur dhe ju me Marcelin nga shtëpia si ne në studio. Po, pra Marceli ishte pjesë sot e emisionit. Kështu që ju urojmë një natë sa më të këndshme ose ditë, varet çfarë po e shikoni.